3 vite ti ke nejt pa shku fare në Lushnjë? Pa shku fare, po. Pa shku pa i pa prindrit. Pa i pa prindrit pas. 3 vite, 15-18 vjeç ti s'ke parë familjen tënde fare. Që është koha më e bukur besoj për çdo fëmijë që ti kaloj. Mu them gjithmonë që kjo mungon në jetë, prindit i duhesh mas familjen time duhesh mase. Edhe po ishte jeta tillë që luftojmë për një jetë më të mirë, që erdha në Gjermani thash që sakrifikoj për diçka më të mirë në jetë. Por ti pas ke bos gjithën e duhur se shumica kanë shkuar në Greqi, valla, ti kanë ngel atje. Po. Ai ke parasysh, paktën në Gjermaninë pas ke ditë me gjujt. Po, falenderoj Zotin. Bravo. Tani të kanë kthy si 18 vjeçar të kanë kthy në Shqipëri. Më kanë kthy në Shqipëri, më çuan letrën që do të kthehem në Shqipëri se për ndryshe unë këtu ato do më jepshin më bëshin probleme, më bëshin bllokoshin. Por kam marrë për një kohë të shkurtër herë përsëri prapë në Gjermani. Edhe erdha prapë në Kipek në bagazh apo jo, erdha ndryshe. Erdha ndryshe po. Erdha si zot një herë. S'patë më vën në Kipek na ashtu tash. Po, erdha se kisha drejt pastaj, se kisha mu 18 vjeç, mund të vjem me pasaportë. Në Shqipëri kemi edhe të lejueshme që mund të vim 3 muaj. Edhe erdha pastaj gati mbas 3 javësh kam ardhur përsëri në Gjermani. Okej. Mbas 3 javë, okej. Po, dhe ka qenë edhe kohë shumë vështirë, s'kisha këtu as banim, as që herën e dytë. Po, du të jetoja si mos më keq. E ku jetova pastaj? Se azilit ka për zonë. Po, azilit. Ku jetova tani herën e dytë? Jetova tek shok, ndonjëherë më ka rënë raste që ata kishte mundësi që të flej edhe poshtë urës, them drejt. Ke flet poshtë urës në Gjermani? Po. Aq kam përjetu jetë keqe, por ajo më ka bërë më të fortë, më ka bërë shumë të fortë që unë ja ku jam sot. Bravo.